natyra kur bjerë shi, kitra dhe zërë si struk. Shkolla fillore Kölmen Rizvanolli në Gjakov ka festuar me entuziazëm ditën e saj të shenjtë, e cila përkon me datën e lindjes së Kölmen Rizvanollit. Në këtë ditë të veçantë, drejtoresha Valma Kamishizeka theksoi rëndësinë e kësaj feste për komunitetin shkollor. Këtyre ditëve të veçanta për shkollën tonë ju shtua edhe ditëlindja Kelmendit. Në këtë datë do e kujtojmë Kelmendin dhe familjen e tij për veprat e tyre. Momentet të tilla dhe ngjarje gjithmonë na kanë shtyrë të kryejmë punë dhe me përkushtim dhe me dashuri. Për 12 vjet më radh, po mundohemi të jemi shembull i mirë për nxënësit tanë, të përqojmë tek të tjerë ndjesinë të qenit koleg të respektuar. Tashmë, veç se kemi filluar të shohim sukseset të nxënësve që para 15 viteve ishin nxënësit tanë. Sot kemi maturant të shkëlqyer dhe të tjerë që po tregojnë të suksesshëm. Sigurisht që këto suksese bartin emrin e të gjitha mësueseve në për të cilat kanë kaluar këta nxënës. Fal familjeve Rizvanolli dhe Kusari, sot ne kemi një institucion model dhe jo vetëm, u shpreh shefi i arsimit Zymer Berisha. Për të folë për shkollën fillore Kölmen Rizvanolli, duhet të rinisemi tek humanizmi. Humanizmi i familjes Rizvanolli dhe Kusarit, të cilët fal tyre, sot ne kemi një institucion model, pothuaj në gjithë Kosovën, edhe gjithë zyrtarët e niveleve të ndryshme të Kosovës, kur vinë për të bërë vizitë shkollën tuaj, vërtet vinë me fjalë shumë miradije për një shkollë model e cila shërben edhe për komuna tjera se si duhet të ndërtohet një institucion. Prandaj kisha shfrytzuar rastin në emër të drejtorisë arsimit, vërtet të falenderoj këtë kolektiv të mrekullueshëm, të cilët janë të devotshëm në punën e tyre në mesimdhënie. Të pranishëm ishin edhe familjarët e Kölmen Rizvanolli. Festa që diku ishte familjes jonë, tash u bashku me edhe 500 nxënës tjerë, edhe personelin arsimor, dhe kjo duke u bashku në këtë fest, unë uroj që rezultatet që ndëgjum të rriten edhe me tej, dhe duke u juru suksese në të ardhmen, u juru edhe festën e shkollës. Për plot emocione, për këtë tubim në përkujtim të Kelmendit, dëshiroj të falenderoj për praninë dhe kohën tuaj që keni kushtuar për këtë përkujtim, për ta nderuar Kelmendin tonë. Faleminderit shumë. E të lumtur sot u pan edhe fëmijët. Unë jam e lumtur se është festa e shkollës, edhe që kena kërcy, që kena thonë vjersha. Festa u pasua me një program të pasur kulturor, ku nxënësit performuan këngë dhe valle tradicionale, duke krijuar një atmosferë festive dhe ngazëllyese.